Ka pas një tendencë të hapur për të trafikuar në thojza vullnetin e qytetarëve. Nuk kam ndonjë besim që shumë shpejt do të kemi ndonjë zgjidhje. Bëj apel presidentës që të merr një rol më aktiv e Bashkimit Evropian. Pa kuvend të konstituun, jemi me një qeveri në detyrë. Prej 15 prillit nuk është konstituu kuvendi, por me u kthy tash te vendi jonë të ngushtu, po në opinion ko thashë theme për gjuetit të deputetëve. A është tu kontaktu vetëvendosja deputet për DK-s? Fillimisht më leja që të shprej, si themi, zhgënjimin e thellë që kemi si Parti Demokratike me një situatë tërësisht të paprecedent në kuvendin e Republikës së Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka ofruar zgjidhje, ka ofruar alternativë, ndonë se nuk kemi as një lloj detyrimi, as politik, as kushtetues, e që bjesa as njerëzor, që të votojmë një kandidat të lëvizjes vetëvendosje pa shumicë parlamentare. Megjithatë, për hir të konstituimit të institucioneve, ne kemi qenë në gjendje të shkojmë një hap më tutje. Mirë po çfarë po kërkon Albin Kurti është vot me diktat. Ai po kërkon nënshtrim, jo bashkëpunim. Partia Demokratike e Kosovës nuk nënshtrohet. Zoti Kurti e ka marrë peng, e ka kap shtetin, i ka kap institucionet e Republikës së Kosovës dhe konstituimin e tyre po e mon peng dhe po e mon Kosovën pa institucione në një kohë kur qytetarët kanë shumë sfida, kanë shumë probleme. Çmimet po rritën për ditë. Jo vetëm çmimi i energjisë, po në mënyrë zinxhirore, shporta e qytetarit është shtrejtuar. Pagat nuk janë rritur, njerëz po largohen çdo ditë, bizneset po ikin, nuk ka investime. E ne në vend se të miremi me sfidat e qytetarëve, në vend se të ishim në kuvend për të shkarkuar bordin e zërëjes, ne shkojmë aty për të bërë dëshmitar të një kryenetësie dhe ambicie të pashpjegueshme. A është t'ja kontaktu vetëvendosja deputetët? Ka pasur. Çka po ofron? Po unë tash nuk do doja ty në detaje se nuk kam qenë pjesë e bisedimeve të tilla, po kemi pas deputet që janë deklaruar edhe publikisht që u janë ofruar nga lëvizja vetëvendosje. Ka pas një tendencë të hapur për të trafikuar në thojza vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, po deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës as nuk shitën, as nuk blehen, ne jemi të bashkuar, jemi unik, po nuk do doja ta mund t'i thirrni dhe të bisedoni me ta vetë, mirë po një gjë është e qartë, ne jemi unik, ne jemi të bashkuar dhe ne në kuvendin e Republikës Kosovës i përfaqësojmë interesat e qytetarëve, i përfaqësojmë interesat e votuesve tonë, nuk e trafikojmë vullnetin e votuesit të Partisë Demokratike të Kosovës. A pret që me u zgjidh gjatë javës çështja e kuvendit, apo jena të shku drejt zgjedhjeve të reja qendrore? Thënë të drejtën, duke parë dhe duke lexuar deklarimet publike të eksponentëve të lartë të lëvizjes vetëvendosje, nuk kam ndonjë besim që shumë shpejt do të kemi ndonjë zgjidhje. Unë edhe sot, përmes kësaj interviste, i bëj apel presidentës që të merr një rol më aktiv. Brenda mandatit të saj është edhe garantimi i funksionimit demokratik të institucioneve. Duhet të ketë më shumë përpjekje. Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme çdo ditë të shkojë të takohet me liderët politikë në mënyrë që të dalim nga kjo situatë jashtëzakonisht e rëndë, në të cilën na ka sjell, po e ripërsëris, na ka sjell ekskluzivisht Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje.